Agjerimi është i garantuar se ka mu pranu. Na falemi, apo? Edhe japim zekat, japim sadak, jemi shkun haq. Mira, mundet me thonë dikush, valla na e falu mjatësien që tash, sigur nuk ka pranu. Na mojmi me të shumë. Dhe shumë kemi shprejsi nuk ka pranu. Ama dikush me thonë pun, jemi sigur 100% se nuk ka pranu, se me thotë kërkush, që se dim, nuk e dim me qëfar gjendje shpirtërore, sa të përgatitun, sa të përkushtun, sa të përullun kemi qenë namaz. Ndërsa agjerimi s'ka, i garantum është. Pse? Se s'bot agjerimi për dikën tjetër. Thotë Allahu i lartësuar, përveç që Allahu e ka garantu pranimin e ti, e ka garantu edhe shumëfishimin e ti. Qysh është shumëfishimi i ti, tash do të shohim. Thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kullu amali ibn Adama lahu wal hasanatu bi 10 amthaliha. Çdo punë e birit Ademit është për ta edhe i shumëfishohet. I shumëfishohet. Domthonë çdo sevap shumëfishohet te Allahu. Tash shumëfishimin e shohim se ç'është. Thotë ndërsa puna e mirë shpërblehet me 10. Një punë të mirë 10 sevape. Deri në 700. Punë të mira prej 10 deri në 700 i shumëfishon Allahu shpërblimin. Illa s-sawm. Përveç agjerimit. Ajo është për mua dhe unë shpërblej për to. Do me thonë, punët e mira, në esencë, një punë e mirë, një shkruajtje e Kuranit 10 sevape. Një namaz sa 10 herë mu falë. Apo, një sadak sa 10 herë me dhënë sadak. Një haq sa 10 herë me shkun haq. Një omre sa 10 herë me shkun omre. Do më çdo punë, çdo ibadet tjetër. Deri në 700. Ka punë që Allahu e shpërblen 700. Dikush e kryen një namaz, Allahu te meloqet atje i thotë i urdhon edhe thotë shkruaj 700 namaze. Edhe dela i ditën e gjykimit, në fillan vitin e ke fal 700 yatsia për ne. Wallah në yatsia kum falune. 700 yatsia sepse në një namaz yti ka kushtu tek ne 700. Ta kemi vlerësuar me 700. Juria ka vendosur kështu me vlerësuar me 700. Posa agjerimi. Sa është agjerimi? Për të 700 që me miliona, Allahu e din sa është. Sepse e kalon, llogarin hop. Mundet dikush edhe me miliona sevape me marrë për agjerimit. Përveç që e ka garantu pranimin, sa agjerimi bëhet është jam edhe bëhet për mua Allah. Ma përderisa bëhet për Allah, Allah e pranon.